Në xhaminë e Muhallës së Re në Gostivar, me rastin e natës së Kadrit, u realizua solemnitet fetar për këtë natë. Korimi i ftinisë së Gostivarit solli një program të bukur me ilahi dhe kaside kuranore. Jetan dynja një ditë kryhet, jetan dynja një ditë kryhet, kur vjen vdekja nuk I dihet, kur vjen vdekja nuk I dihet. Duaja e thabës ka godit në zemër, me lokju drejtohej vërtet nuk rritemër, ja Allah I dashur sot po bëj dua, batën të xhenet sot po duhem. Në këtë manifestim përpos xhamatit, hoxhallarëve të rrethit të Gostivarit, pjesëmarrës ishte edhe një delegacion nga Myftinia e Gostivarit. Me këtë rast, Myftiu Sabaudin Zendeli potencoi se nata e Kadrit është më e vlefshme se 1.000 muaj dhe shtoi se kjo natë kërkon lutje drejtuar Zotit dhe falje deri në zbardhjen e dritës. Nata e Kadrit është natë në cilën Allahu fuqiplot lëshon faljen e tij. Është natë në cilën besimtari shpreh teuben e tij, shpreh pozicionin e tij përpara krijuesit të vet, Allahut fuqiplot. Është natë në cilën përcaktohet gjithçka për njeriu. Përcaktimet më të mëdha të vitit I cili do të pason. Është natë në cilën përcaktohet mbi lindjet, mbi vdekjet, mbi furnizimin, mbi gëzimet, mbi vështirësitë, mbi mundet, mbi sfidat të cilat njeriu mund të ballafaqohet. Është një natë pra ku njeriu duhet I kthehet vetes së tij, spari të bën një kontroll të kaluarës së tij dhe një herë për gjithmonë të vendos, pa marrë parasysh se çfarë jete ka pas, të vendos se do të jetë I drejtuar drejt rrugës së mbarë, drejt rrugës së drejtë, drejt rrugës e cila do t'i sjell paqe dhe harmoni në zemrën e tij, në shpirtin e tij, në jetën e tij e kështu me radhë. Por mbi të gjitha, nata e Kadrit është natë në cilën Allahu fuqiplot lëshoi dritën e tij mbi mbar njerëzimin. Është natë në të cilën zbriti Kur'anin famulart. Udhëzim, ai I cili ndan të vërtetën nga e kota, libri I cili një herë për gjithmonë besimtarit ja hapi krahërorin e tij dhe I tha orientimin për jetën e tij. Besimtarit I jep shërim, është rahmet, është mëshirë nga ana e Allahut fuqiplot si libër. Për atë nata e Kadrit veçohet sepse në këtë natë Allahu fuqiplot nga lehvi mahfudhi në qiellin e dynjas zbriti fjalën e tij, fjalë e cila do të plotëson begatit dhe dhuntit më të mëdha të Allahut për mbar njerëzimin në përgjithësi. Kurani I Madhërisëm ka zbritur pikërisht në natën e Kadrit, ku në të 4 anët e botës do të bëhen lutje për paqe dhe vëllazërinë e botës islame. Ajetet kuranore dhe fjalët e të dërguarit profetit Muhammed që flasin për të janë të shumta. Për rëndësinë dhe pozitën që kjo natë gëzon tek zemrat e njerëzve, e tregon edhe fakti që përpos të madhit edhe I vogli, ditën që I paraprin natës së Kadrit e agjërojnë.